varësitë asaj për se si ti percepton ChatGPT-n dhe për çfarë tematika është ti fokusohesh dhe kjo është shumë problematike në momentin kur në shoqëri kemi të bëjmë me stresa të ndryshme sociale, ekonomike, kulturore, të formimit, po themi, në përgjithësi dhe standardi dhe ajo çfarë njerëzit, mënyra si ata e perceptojnë nuk është gjithmonë kjo qasja, siç e thotë Ermandi, pra që ti e din se me çfarë ke të bësh dhe ti e përdor ato për qëllime që japin benefite në punën tënde. Patjetër ti e përdor funksion të profesionit tënd, të profesionalizmit, ti drejtohet ChatGPT duke e ditur që ai nuk është një person real, pra nuk është një frymar, nuk është një individ që ty mund të suportoj, po themi emocionalisht. Ndërsa popullata në përgjithësi, duke qenë se nuk e percepton akoma dhe shumë njerëz në studime është e çuditshme që studime psikologjike sot dhe psikologët të cilët janë të shqetësuar pak edhe për rolin e tyre në shoqëri, kishin bërë një sondazh dhe një pyetësor nga ku kishte një përqindje të frikshme, mënyra se si njerëzit e perceptonin atë si një qenie reale, pra nuk ka mundësi që ChatGPT-ja të mos jetë mbrapa saj një njerëz që frymon. Dhe këtu njerëzit në boshësinë e tyre, në përditshmërinë e tyre, në barrën shumë të madhe të stresit, të ngarkesës dhe ata çfarë na la dhe Covidi në një farë mënyre, sot e shikojnë ChatGPT-n si ngushëllim emocional. Dhe duke e parë kështu, kjo është problematike sepse siç e thatë dhe ju tek promo që ishte shumë e bukur dhe interesante për mbledhse, shpesh herë ChatGPT-ja dhe mund gaboj. Dhe nëse gabon me një këshill karriere, dhe ishte një meme famshme që qarkullon tani, ku ngrihej pyetja dhe shkonte ti kërkonte llogarit ChatGPT-s pse i dështoi ideja biznesit dhe ChatGPT-ja përjashtonte përgjegjësinë dhe i thoshte dështove ti, jo unë. Pra, kjo është ideja, por nëse ChatGPT-ja dështon për të pas ka qenë smart. Ja ishte smart, por ideja është që nëse ChatGPT-ja gabon në të dhëniet e një këshille e cila të dëmton ty psikologjikisht, pra të jep recetën e gabuar të ilaçeve apo të jep ndihmën e gabuar psikologjike, ky është dëm gati pari parushëm.